Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sure El-E'ale, zbritur në Mekë, ajete 19. Përmbajtja e sures El-E'ale. Kjo sure është e përbërë prej dy boshtesh. Njëri bosht flet për personalitetin e profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për disiplinat në fushën e adhurimit të Allahut dhe të përmbushjes së misionit. Gjithashtu numëron edhe 7 prej cilësive të Allahut të madhëruar. Boshti tjetër flet për besimtarët e nënshtruar, jo besimtarët e ligj. Mëtej, në mënyrë të shkurtër, flitet për shkaqjet e lumturisë dhe të fatkeqësisë së këtyre dy grupeve. Në fund, kjo sure na njofton se këto çështje nuk janë cituar vetëm në Kuranin e Shenjtë, por edhe në fletushkat dhe librat e profetit Ibrahim dhe Musa. Mirësitë e leximit të sures El-E'ale. Për mirësitë e leximit të kësaj sureje janë cituar shumë transmetime, ndërto do të citojmë një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, çdo kush që e lexon suren El-E'ale do të shpërblehet me numrin e çdo fjale që i është shpallur profetit Ibrahim, paqja e Zotit qoftë mbi të, profetit Musa, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Në një tjetër hadith nga Imam Sadiku, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: ai që e lexon surën El-E'ale në namazet e detyruara ose ato nafile, atij personi në ditën e Kiametit do t'i thuhet të zgjedh nga cila derë dëshiron të hyjë në xhennet në dasht Allahu. Në hadithe të ndryshme thuhet se kur profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe imamët, paqja e Zotit qoftë mbi ta, kur e lexonin këtë sure, thonin: i lartësuar është Allahu, subhana rabbiyal a'la. Ndërsa në një tjetër hadith lexojmë një shok i Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: kam falur namaz 20 net pa ndërprerje pas Imam Aliut. Në këto 20 net nuk dëgjova të recitohej tjetër sure përveç sures Sabbihisma rabbikal a'la. Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, më tha: nëse do ta dinit se sa mirësi dhe bereqet sjell kjo sure, secili nga ju nuk do ta linte pa e recituar këtë sure 10 herë në ditë. Çdo kush që e reciton këtë sure është njëjtë sikur ka recituar librin e profetit Musa dhe Ibrahim, paqja e Zotit qoftë mbi ta. Shkurtimisht, nga të gjitha transmetimet dhe hadithet që janë cituar për këtë sure, mësojmë se kjo sure ka rëndësi të madhe, pra është e një kalibri të veçantë. Në një hadith të Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë se kjo sure ka qenë e dashur për profetin Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ndërsa se ku ka zbritur kjo sure, në Mekë apo Medinë, midis dietarëve dhe komentuesve ka diskutime. Ajo çka është e njohur dhe popullore është fakti se kjo sure ka zbritur në Mekë. Disa komentues të tjerë janë të mendimit se kjo sure ka zbritur në Medinë. Eruditi Tabatabai, Allahu qoftë i kënaqur me të, i jep më tepër përparësi mendimit se pjesa e parë e sures është mekase, kurse vazhdimi i saj është medinase. Ai komenton se vazhdimi i sures është medinase sepse ajo flet për namazin dhe zekatin. Për këto dy fakte, sipas komentimit që kemi marrë nga imamët e Ehli Bejtit, paqja e Zotit qoftë mbi ta, bëhet fjalë për namazin e Fitr Bajramit dhe për zekatin e Fitr Bajramit, sepse sikurse dihet, urdhri për agjërim në muajin e bekuar të Ramazanit, si dhe për namazin dhe zekatin, ka zbritur në Medinë. Gjithashtu ekziston edhe kjo mundësi që urdhri për faljen e namazit dhe dhënien e zekatit në fund të kësaj sureje të jetë një urdhër i përgjithshëm, edhe pse namazi dhe festa e Fitr Bajramit dhe e zekatit të fitrit është dhe përllogaritet si një nga shembujt më të qartë, sepse ne e dim se komentimet me shembuj të qartë në hadithet e Ehli Bejtit, paqja e Zotit qoftë mbi ta, janë të panumërt. Prandaj mendimi i njohur që thotë se gjithë surja është mekase nuk është vështirë për të menduar, veçanërisht për faktin se ajetet e para të sures dhe përfundimi i saj është plotësisht në përputhje me ndarjet e shkronjave. Ndaj është pak e vështirë të thuhet se një pjesë e kësaj sureje të jetë mekase dhe pjesa tjetër e saj të jetë medinase.
Në një transmetim thuhet se çdo grup mysliman që hynte në qytetin e Medinës, këtë sure e lexonte për njerëzit e Medinës, kështu që mundësia për të qenë Medina se kjo sure është vështirë për të besuar. Ajetet nga 1 deri te ajeti 5. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, walladhi akhraja al-mar'a, faj'alahu gutha'an ahwa. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, lavdëro emrin e Zotit tënd më të lartit, që ka krijuar gjithçka dhe e ka përpjesëtuar drejt, që ka caktuar fatin e çdo gjëje dhe ja ka rrëfyer rrugën, që bën të rriten kullotat dhe pastaj të shndrohen, të thahen e të vyshken. Komentimi: lavdëro emrin e Allahut tënd. Kjo sure që nis me adhurimin dhe lavdërimin e emrit të Allahut është ekstrakt i shkollës së profetëve dhe i thirrjes së tyre, që në fillim surja i drejtohet profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lavdëro emrin e Zotit tënd më të lartit. Një grup komentuesish besojnë se në këtë rast fjala ismun ka të bëjë me fjalën musamma, të tjerë thanë se kjo fjalë ka për qëllim të tregojë emrin e Allahut. Në të vërtetë fjala ismun argumenton fjalën musamma. Mes këtyre dy komentimeve nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Qëllimi i vendosjes së emrit është sepse emri i Allahut nuk mund të vendoset në një rjesht me emrat e idhujve. Qenia e pastër e Allahut është larg çdo lloj mangësie, tëmete apo cilësie që i përfshin krijesat apo komplikimet fizike dhe materiale apo çfarëdo lloj kushtëzimi apo kufizimi që mund të mendohet. Ndërkohë që idhujtarët emrin e Allahut e vendosnin pranë emrave të idhujve të tyre. Të tjerë mendonin se Allahu është trup dhe si i tillë njihet apo konsiderohet si trup fizik. Interpretimi me termin el-a'la është treguesi i kësaj të vërtete. Allahu është më i pastër, më i lirë, më i qartë dhe më i lartë se çdo kush apo çdo gjë që mund të mendojmë apo çdo gjë që mund të meditojmë apo të ëndërrojmë. Interpretimi me fjalën Rabbeke, Zoti yt, tregon se Zoti yt, në të cilin tifton njerëzit, është ndryshe nga Zoti i idhujtarëve. Mëtej pas këtyre dy shpjegimeve për fjalët Rabbi dhe El-Ala, në vazhdim shpjegon edhe 5 cilësi të tjera, të gjitha këto komentojnë veten e qenies së Zotit. Ajeti thotë që ka krijuar gjithçka dhe e ka përpjesëtuar drejt. Fjala sawa vjen nga rënja et-taswiya, me kuptimin sistemoj dhe klasifikoj, pra sistemoj gjithçka. Gjithashtu kjo fjalë ka kuptimin e një koncepti më të gjerë, ku përfshin të gjithë sistemin e botës, përfshir atë sistem që mbështetet te planetet qiellore dhe në sistemin që sundon veçanërisht njerëzit. Disa komentues këtë sistem e komentuan si sistemin e veçantë të duarve, këmbëve, syve, gjymtyrëve dhe të shpirtit të njeriut, por të vërtet nga ky koncept i gjerë kuptojmë qëllimin e kufizimit. Ndaj dhe sistemi i krijimit të universit që përfshin edhe sistemin më të madh qiellor është dëshmitar për të vërtetuar ekzistencën e krijuesit. Kjo gjë vërtetohet edhe me çështje shumë të thjeshta, sikurse është çështja e vijave të gishtërinjve të njeriut, e cila është cituar në surën El-Qiyama. Po, si jo, ne jemi të Zot, t'i arribëjmë bashkë me përsosmëri edhe majat e gishtave të tij. Ajeti i sures El-Qiyama është dëshmi e qartë për të vërtetuar ekzistencën e Allahut, pra ne vërejmë se në një ajet të shkurtër ka një botë të tërë me informacion. Pasi flitet për sistemin e krijimit dhe sistemimin e krijesave, citohet një tjetër temë, jo pak e rëndësishme, që është programimi i udhëzimit të krijesave në rrugën e përsosmërisë. Ajeti thotë që ka caktuar fatin e çdo gjëje dhe ja ka rrëfyer rrugën. Fjala el-qadaru ka kuptimin caktim, për caktimin një programi i cili lëviz drejt një qëllim që është krijuar për krijesat. Fjala huda ka kuptimin e udhëzimit që nga gjeneza, lindja, e cila vjen si motivim ku mbiton bizotron ligji.
Ky motivim, si të jetë i brendshëm apo si të jetë i jashtëm, përfshin mbizotrimin e ligjit. Për ta ilustruar këtë komentim do të sjellim shembullin e nënës me fëmijën. Allahu ka krijuar gjoksin e nënës që nëpërmjet tij të ushqehet fëmia dhe nëna të ketë një dashuri shumë të madhe për fëmijën. Nga ana tjetër, te fëmia është krijuar motivimi që atë e tërheq drejt gjoksit të nënës. Ky motivim dhe përgatitje midis dy palëve është i dyanshëm për të arritur rrugën drejt qëllimit. Kjo gjë vërehet te të gjitha krijesat. Përfundimisht, kur shikojmë këtë programim te të gjitha krijesat dhe rrugën që ato ndjekin përgjatë gjithë jetës së tyre, kuptojmë se kjo e vërtet ka një programim shumë të saktë dhe se pas saj qëndron një dorë udhëzuese shumë e fuqishme, e cila ndihmon në mbarvajtjen e menaxhimit të programit, dhe kjo është një tjetër shenjë e njëshmërisë së Allahut. Në fakt, për njeriun përveç udhëzimit që nga gjeneza ekziston edhe një tjetër udhëzim i cili vjen nëpërmjet të dërguarve dhe shpalljes, ky lloj udhëzimi quhet udhëzim i diktuar. Është interesant se udhëzimi i diktuar i njeriut është plotësues i udhëzimit të lindur të njeriut në të gjitha fushat e tij. I ngjashëm me këtë kuptim janë edhe ajetet 49-50 të surës Taha. Profeti Musa, paqja e Zotit qoftë mbi të, i përgjigjet pyetjes së Faraonit. Faraoni tha: "E kush është Zoti juaj, o Musa?" Musa i tha: "Zoti ynë është ai që çdo gjëje i ka dhënë trajtën e vete, pastaj e ka udhëzuar." Kuptimi i këtij fjalimi në kohën e profetit Musa, Ibn Imranit apo të zbritjes së Kuranit ishte pjesërisht i qartë. Në ditët e sotme, me përparimin dhe zhvillimin e dijes dhe të teknologjisë, të fushës së njohjes së llojeve të ndryshme të krijesave, veçanërisht kafshët dhe bimët, ky kuptim është qartësuar. Por përsa i përket takdirit, fatit dhe hidajetit, udhëzimi i lindur, janë shkruar me qindra e qindra libra, ata pranojnë se ajo që ka mbetur pa u thënë akoma është shumë e shumë më larg nga ajo që është thënë. Në stadin tjetër flitet për bimët dhe në veçanti për ato me të cilat ushqehen kafshët që bën të rriten kullotat. Interpretimi me fjalën ikhraj, që vjen nga rrënja ikhraj, tregon se të gjitha këto kanë ekzistuar në zemër të tokës dhe Zoti i ka nxjerrë jashtë ato. Natyrisht që ushqimi i kafshëve është ushqim edhe për njerëzit dhe dobia si përfundim kthehet te njerëzit. Më pas shtonë dhe pastaj të shndrohen, të thahen e të vyshken. Fjala guthë ka kuptimin bim të thata që qëndrojnë mbi ujë. Në ajetin që po diskutojmë ka kuptimin bim të thata që janë të vendosura mbi njëra tjetrën. Fjala ahwa vjen nga rrënja el hautu dhe ka kuptimin ngjyrë jeshile. Ndonjëherë ka pasur kuptimin e ngjyrës së zezë, që të dyja këto kthehen te kuptimi i parë, sepse ngjyra jeshile e errët gjithmonë ka qenë e përafërt me ngjyrën e zezë. Ndaj dhe ky interpretim është për shkak se bimët e thata në kohën që mbi vendosen bëhen të përafërta në ngjyrë. Përzgjedhja e këtij interpretimi shpjegon mirësitë e Zotit, mundet të jetë edhe për shkak të këtyre tre arsyetimeve. Së pari, kjo gjendje bimëve tregon vdekjen e kësaj bote, e cila është përllogaritur si mësim për njerëzit, sikurse bimët dhe pemët në stinën e pranverës lulëzojnë, gjithashtu ato me kalimin e kohës thahen dhe bëhen pa jetë dhe me ngjyrë të zezë. Me gjuhën e tyre bimët janë treguesi vdekjes së kësaj bote dhe të kalimit të shpejtë të ditëve tona. Së dyti, një tjetër veçori e bimëve të thata është se ato kalben dhe kthehen në pleh natyral, gjë që i shërben shumë tokës për të qenë sa më e fuqishme për të rritur bimët e reja. Së treti, disa mendimtar janë të mendimit se në këtë ajet flitet për çështjen e gjetjes së qymyrit, i cili është një burim mjaft i dobishëm energjie në rrezullin toksor. Njeriu në jetën e tij të përditshme dhe në industrinë e tij e ka përdorur shumë qymyrin. Mbetjet e bimëve dhe të pemëve, të cilat janë tharë para miliona viteve, janë barosur në tokë me kalimin e kohës, ngjyra e tyre është shëndëruar në të zezë. Gjithashtu disa dietar besojnë se qymyri, zanafillën e tij e ka 250 milion vite më parë, ai qëndron i varosur në zemër të tokës. Këto vende me qymyr janë aq të shumta sa që nëse do të marrim parasysh përdorimin e sotëm të qymyrit në botë, do të shohim se ai u siguron njerëzve edhe 4000 vite lëndë djegëse. Sigurisht që komentimi i ajetit, veçanërisht për sa i përket mendimit për çështjen e qymyrit, duket shumë i largët, por ky ajet mund të ketë një kuptim të përgjithshëm ku në të mund të përmbledhen të tre mendimet që u cituan. Gjithsesi, termi guthën, ahwa, bim të thara me ngjyrë të errët, ka kuptime të shumta. Gjithashtu ato bim janë të dobishme për kafshët përgjatë dimrit.
Ato janë mjet ndihmës për njeriu si për djegje, si për pleh për tokën. Duhet të kihet parasysh se në këto 7 këshilla që u cituan në ajetet e mësipërme, u fol për cilësinë e Zotit për të kontrolluar dhe për të furnizuar gjithësinë, lartësinë, krijimin, marrëdhënien e drejtë, përcaktimin, udhëzimin, mbirjen e bimëve, të gjitha këto në të vërtetë tregojnë për cilësinë e krijuesit. Kjo cilësi së bashku me 5 cilësitë e fundit janë komentuar në mënyrë të përpikt. Studimi këtyre cilësive bën që njeriu të njohë më së miri pozitën më të lartë të krijuesit e në këtë mënyrë në zemrën e tij lind drita e besimit. Kjo tregon edhe një herë në mënyrë të përgjithshme mirësinë më të rëndësishme të krijuesit, gjithashtu bën që ndjenja e falënderimit të njeriu të rilind. Hulumtim. Çështja e përcaktimit dhe udhëzimit të përgjithshëm të krijesave që u cituan në ajetet e mësipërme është përllogaritur ndër manifestimet e cilësive të krijuesit. Këto janë çështje që sado që të kaloj koha dhe dija e njerëzimit të përparoj, aq më shumë të vërteta do të gjenden në të. Zbulimet shkencore na ndihmojnë dhe na japin mundësinë që të mendojmë ndryshe për përcaktimin dhe udhëzimin në të gjitha aspektet. Disa komentues duke u bazuar në shkrimet e dietarit të njohur Kerisi Murisin në librin Raz Aferinesh Insan, kanë sjell shembuj të ndryshëm për sa i përket udhëzimit të kafshëve dhe llojeve të ndryshme të tyre, të cilat do të vinë në vazhdim me pak ndryshim dhe plotësim. 1. Shpendët shtektar ndonjëherë bëjnë në vit qindra mijëra kilometra fluturim mbi xhungël, shkretë të tillë dhe oqeane. Ata nuk e harrojnë folen e tyre, kështu kur kthehen nga udhëtimi shkojnë drejt e në vatanin e tyre. Edhe bletët që largohen nga hojet e tyre për të ushqyer, ose i merera dhe i largon kthehen përsëri saktësisht në folen e tyre, ndërkohë që kjo gjë për njeriu është shumë e vështirë, ne kemi nevojë për adresë të saktë dhe shenjë të sakta për t'u kthyer në vendin ton. 2. Insektet kanë sy të vegjël mikroskopik që na habisin se si mund të shikojnë ndërtesa të larta me ato sy aq mikroskopik. 3. Njeriu për të gjetur rrugën e tij natën duhet të përdor elektrik apo mjete të tjera ndriçuese. Shumë shpend në terrin e natës shikojnë pa u nevojitur ndriçues apo ndonjë mjet tjetër. Mund ta zënë prenë e tyre në errësirë. Ato janë të ndjeshëm ndaj rrezeve infra të kuqe. Njësi të tilla administrative si këto tek disa janë lënë me besim. 4. Qend. Për shkak se kanë membranë të tepërt, mund të dallojnë nëpërmjet nuhatjes cilën do kafshë që kalon në rrugën e tyre, ndërkohë që njeriu edhe me mjete nuk është i aftë ta ketë këtë aftësi. 5. Të gjitha kafshët kanë fuqi të dëgjojnë zëra që ne nuk i dëgjojmë, pra ne nuk kemi aftësi të tillë, edhe pse jemi përpjekur shumë që të tilla çështje t'i zëvendësojmë me mjete shkencore. Njeriu ka arritur të dëgjojë me mjete shkencore zërin e krahëve të mizave që ndodhen me kilometra larg. Zëri dëgjohet aq afër sa që duket sikur mizat qëndrojnë mbi vesh. Ndoshta këto dallime dhe ndryshime bëjnë që të dallohet fuqia e Allahut dhe ndryshimi që Allahu ka vendosur midis njerëzve dhe kafshëve. Ndaj për këtë shkak njeriu i zëvendëson këto mangësi nëpërmjet arsyes dhe shkencës. Këtë mundësi kafshët nuk e gëzojnë. 6. Në det ndodhet një lloj peshku i vogël i cili qëndron në det për vite me radhë dhe në momentin që do të lëshojë vezët e tij për të shumuar, shkon në vendlindje duke udhëtuar nga ana e kundërt e rrymës. Ai e gjen shtëpinë e lindjes së tij pas shumë vitesh që është larguar. 7. Por më e çuditshme se kaq është ngjarja e disa kafshëve në New York, të cilat ndjekin të kundërtën e kësaj rruge.